Këshilli Bashkiak në mbledhjen e mbajtur këtë të premte miratoi ndihmën ekonomike për muajin shkurt nga fondi 6% i Bashkisë Kukës për 417 familjet përfituese. Gazmend Hallaçi, antar i Komisionit për Ekonomi dhe Financa, bëri të ditur se nga skema 6% për shkurtin ka rënë të familjeve përfituese, krahasuar me muajin janar të këtij viti, ndërsa ka një rritje të numrit të familjeve nga skema e madhe e ndihmës ekonomike. Për muajin shkurt të vitit 2025, nga skema e madhe e ndihmës ekonomike janë 4336 familje. Janë 17 familje më shumë se sa muajin e parë, ndërsa nga skema 6% janë 417 ose 12 familje më pak se muajin e parë. Pra do të thotë që vazhdimisht ka rënje të numrit të familjeve apo rritje? Pothuajse është njëjtat nivele, mbas vitit të ri këtej pothuajse është njëjtat nivele. Por shqetësuese për Komisionin për Ekonomi Financa është më shfrytëzimi i të gjithë fondit të 6% nga Bashkia. Vlen për të përmendur atë ditë që diskutotëm edhe në Komisionin e Ekonomisë, i kërkuam Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike që ta shfrytëzojë të gjithë fondin e 6%, pasi ato këtë radhë kishin lënë diçka rezervë dhe nuk e kuptoj se pse. Pasi ki fond digjet nëse lihet për muajin tjetër. Dhe du të kërkoj që ta shfrytëzojnë të gjithë fondin e 6% për t'u dhënë familjeve. Do të shfrytëzohet për këtë muaj? Jo, fondi digjet. Tani ai fond që nuk e kanë përdorur ato nuk përdoret më muajin tjetër. Sa mund të jetë shifra e fondit që është djegur, mund të thënë? Po ishte rreth diku një 400.000 lekë të vjetra, që mund të përfitonin rreth 10 familje, të tjera mund ta përfitonin ndihmën ekonomike. Numri më të madh të familjeve përfituese nga fondi 6% për shkurtin e këtij viti e ka njësia vendore Qendër, Kuksi, ndërsa numri më të vogël e ka njësia Gryfqaj.